ti ke një shtëpi dhe ju a lë disa njerëzve me besim, me mirëbesim në përdorim dhe i thua vetëm më mirë mbani dhe nuk do t'ju marr qira. Dhe largohesh dhe pas një kohe shumë të gjatë ti gjykon që shtëpia ka nevojë për një ndryshim, për një rregullim. Dhe has në një qendres nga njerëzit të tipit që si do ta ndryshoke ti shtëpinë pa na pyetur ne, por ne kemi mbajtur me thonjë këtë shtëpi. Dhe ti thuaj që po shtëpia është e imja dhe nëse unë gjykoj që do ta ndryshoj, nuk më ndaloni dot ju. Dhe nëse nuk bashkëpunoni normalisht do duhet të ta lini shtëpinë. Dhe aty ti bëhesh armik, sepse njeriu e ka shumë kollaj të përvecoj diçka që nuk i takon. Dhe përveç kësaj, kur ti merr mbrapsht shtëpinë, shikon që shtëpia ishte pothuajse gati në rënim dhe vetëm i shërbeje atyre që ta mirëmbanin, po në fakt ata mirëmbanin vetëm veten e tyre. Dhe thua që mirë të më bëhet, sepse mirëbesimi është vetëm për budallëj. Mirëmëngjes. Besoj se të gjithë e keni vënë re se sa shumë këshilla dhe sekrete qarkullojnë për jetëgjatësinë. Mirë po, hani këtë, bëni këtë, merrni atë, nuk është mjaftueshme. Kryesorja është që njerëzit të jenë të qetë dhe pa stres. Por sot stresi është në maja sepse njeriu jeton në një konflikt të vazhdueshëm, konstant të brendshëm midis asaj që është dhe asaj që do të duket se është. Dhe kjo e vë njeriu në gjendje alarmi 24 orë, e cila padyshim që ul imunitetin. Kështu që çfarëdo që të bëni, nëse nuk gjeni qetësinë shpirtërore, jeni larg asaj që duhet për një jetë të gjatë, të shëndetshme. Prandaj mos jetoni jetën me obobo. Jetojeni jetën me okej, mos i rezistoni vetes dhe pra me pak fjalë, po i thosha që ka një shprehje të bukur që thotë resist nothing. Mos i rezisto fatit, sepse nuk është se kemi dhe gjë në dorë. Realisht, ne jemi pjesë e një rrjedhe të universit. Jemi copës e vockël. Dhe rrjedha e universit do vazhdoj çdo që ne të rezistojmë. Jemi si ato valët e detit. Mendoni sikur vala e detit, ajo njëra prej miliona valëve të oqeaneve dhe deteve, të mendoj që është më e rëndësishmja. Dhe destinacioni i saj është destinacioni i vërtet. Në fakt, ai është thjesht një val që pas një farë kohe bëhet një shprap me burimin. Kështu që merrni jetën me dhimbja, vojtja janë pjesë e jetës, nuk janë në dorën tonë. Nëse doni të bëni një test të shëndetit tuaj metabolik, që është themeli i jetës, sepse shëndeti metabolik do të thotë eficienca me të cilën trupi ynë ose qelizat tona ose më saktë mitokondrit tona prodhojnë energji, bazën e jetës. Kështu që shëndeti metabolik kuptoni që është esencial për jetën. Nëse doni të kuptoni se sa mirë jeni metabolikisht, ngjisni një malore. Është testi më i saktë dhe më i thjeshtë për të bërë dhe pa kosto. Shikoni sa shpejt do t'ju vi vështirësi në frymarrje. A do mundeni të flisni? Pas arritjes maksimale të sforcimit, a do t'ju bien brenda minutit të parë rrahjet e zemrës me 20 BPM. Të gjitha këto tregojnë se në çfarë forme është shëndeti i mitokondrive tuaja, i muskujve tuaj, i mushkrive tuaja dhe i zemrës. Ka që thjesht, ngjisni një malore. Sot jem me kampionin bokserin që do ndjekni edhe ju në Tiranë së shpejti. Jemi bashkuas bashkut, këta janë vullnetarët sot mit për fondacionin Emina's Hand Foundation, që ti ndihmojmë një familje shqiptare në Miami. This was our mission for today. Mission complete. Happy Saturday. Come to the gala so we can raise money to help our families. Yes, here in Miami too. Ciao! Urime kampion! Nuk gjetëm keqën, sot kam bërë një mesoterapi të poshtyve dhe jam pak e intur dhe make-upin e bëra, se jam profesioniste make-upi, e bëra në makinë, ndërkohë që ishte viti në kurs. Nëse
Make-upin e bëra për të shku te Galeria Prani e Gyzja Pjakut, që ju sugjeroj gjithëve ta shihni, është te Galeria Gocat, të Piramida, është e hapur deri në 7 orë, mos gaboj. Ja vlen, momente jetës të jashtëzakonshme. Duktet thjesht për të reklamuar, për të nxjerrur, sepse po nuk më pëlqen mua personalisht, nuk e bëj fare. Dhe ky është një nga produktet Renvital që më ka ndihmuar shumë te flokët e mia. Ka një aromë fantastike ermenta dhe më ka mbajtur lëkurën e kokës të pastër për 3-4 ditë. Dhe realisht për mua kjo është, italianët thuajnë, një miracolo. Por do t'ju them që është shumë rëndësishme edhe jo vetëm shampo, për të përdorni edhe një peeling për larjen e lëkurës të kokës. Unë kam përdorur këtë peeling shumë të mirë, bashkë sigurisht me një produkt tjetër që mund të përdoret edhe me flokët e lagura, por edhe me flokët e saçit, ky spray me botox dhe keratina. Këto 3 produkte sigurisht nuk janë produkte ndoshta të njohura si produktet e tjera që mund të gjenden te Sephora. Unë i kam marrë online, por mund t'ju them që unë dua të shkoj gjithmonë kontrakorrente, dhe të testoj disa produkte që ndoshta nuk janë të shtrenjta dhe të famshme, por sigurisht të kryejnë punë dhe ndihmojnë akoma më shumë. Kjo është këshilla ime për sot te Renvital. Jam e sigurt që do ju pëlqejnë shumë edhe ju dhe po t'i provoni, pastaj dua që të më shkruani absolutisht perceptimin dhe mendimin juaj. Ju pus. Jemi që të bëj unboxing është gjëja ime preferuar. Menduar për çdo detaj, po e nis me detajet. Kemi një termos të vogël për ta marrë me vete. Dhe nda janë këto 2 lastikët për të bërë ushtrime. Dikush do të nis palestrën urgjentisht. Kemi 2, një në ngjyrën roz dhe një tjetër në ngjyrën bëshelli. Këtu kemi dhe 2 thanks card, krijuar për të përfaqësuar fuqinë tënde, bukurinë dhe shpirtin e guximshëm. Ky nuk është thjesht një veshje, është energjia jote në lëvizje. Këtu kemi edhe veshjet që unë do të gjitha për të parë se si duken në trup. Ose shihni shumë rëmojën mbrapa. Atëherë ky është kostumi i parë, por ju mund ta zgjidhni edhe me streçet e gjata që kanë këtë detaj anash të vijës dhe të logos këtu, ndërsa streçet që kanë veshur e kanë detajin këtu anash dhe kanë një xhep të vogël në të dyja anët. Jemi sinqert, unë streçe ashtu të shkurtra nuk kam, nuk para i vesh, dhe ato më pëlqejnë shumë, dhe sa po në të nis palestrën, jam sigurt që do t'i vesh, dhe kështu duken streçet e gjata. Kemi bluzën, gocat ma kanë kombinuar në detaj, një gjë që po më pëlqen, shkëpisat e kapucit, kjo këtu është pak më e fortë. Ua! Ua se na! Po të qamë bërë tjetër për shme, shkoni pak, pjesa si për e kapucit, ka këtë kështu, mos është për kuke flokët bisht? Seriozisht do me thënë? Ua, se në zeqme. Jemi gati për palestër, na mungon vetëm të regjistrohemi. Ami, instruktora e palestrës, e kam takuar dje dhe më ka dhënë 2 javë kohë. 2 javë kohë, nëse unë nuk regjistrohem për 2 javë, nuk e di se çfarë do të bëj me mua. Kush është mbesa jote e preferuar? Po ti jo, Dojna, si të mos jesh ti. Tani, më bëri të re duke më bën goje. Duke më paguar. Për interes, do me thënë. Po dhe ajo? Edhe ajo? Dhe ajo është brenda dashurisja.
Çfarë do bëjmë sot, Aurora? Atëherë ne do të vendosim një maskë për zonën e syve, duke qenë se pjesa e syve është e dehidratuar, pra ushqim dhe ta relaksojmë duke qenë se nuk e fjetur shumë gjumë. Bravissima. Çfarë do të bësh? Një super masazh, vero? Do të vendosim një maskë si thënë te pjesa e syve dhe më pas do të bëjmë masazhin. Okej, mirë, super. Do pres. Pra, njerëzit e mi, të mirë dashtëm, kur e bën diçka në jetë me qef, e me knasi, e me dashamirësi, atë e bën prej shpirtit. Edhe sot isha për ata që e bëj prej qefit e zemrët e shpirtit tem. Lerina na solli lullet që thon thank you, Ceno, falenderojmë që aq një origjinale në interpretim, 2 unike në stilin tënd, 3 e vërtet në vlerën që përcjell, respekt pafund publikut që të dalli që qefi. Faleminderit shumë. Kjo ishte zyrtare tim. Dhe janë super, a? Shumë. Shumë pra. Ingrid do të prit. Ingrid. Drejtë në shumë. Ok guys, mbaruam gjërimet, mbaruam edhe palestrën se nuk rrim dot pa këto muskull barkut, pa e teksuar. Edhe tani po që jemi gati për të fushuar. Jam tek Pallati i Kongreseve, aty ku nesër fillon panajiri i librit, një nga aktivitetet më të dashura për mua në kryeqytet. E kam ndjekur që kur kam qenë studente, pastaj kam qenë edhe pjesëmarrëse me librat me receta dhe tani jam shumë e lumtur që këtë vit do të jem pranë lexuesve, pranë votuesve në panajirin e librit me Banas. Ti nona e bën një film më të mirë në botë. Po, bre, që shja, se do këtë ty e po. Po dhe byrekon. Jo, i qanë. So po erdha një Itali, ben trovati, pa më se gjeta kërkan se ka qetësi, që kam gjojnë me videon, ku ba godi, konstante, kështu që mos mungoni, Reggio Emilia, festa shqiptare, kontaktoni me Mondin, nomi sante, nomi. Pensime Teko Nadi, do të tregoj çfarë ka marrë me 47 euro. Cracker galbusera me riso, mozzarella senza lattosio, 1, 2, 3. 2 pacco pollo, affettato crudo e cacchino. 2 pacco minestrone, funghi col puva, piadina kamut pamaya.
tonno e filetto sgombro. 2 shishe verë, disa perime tjera dhe 2 pastigjan. Ja çfarë bleva me 50 euro. Njerëz, ka akoma njerëz që më bëjnë dhurata për ditëlindjen. Çfarë më the? Henry? Tash, it's late for the gift, I love you. I love you too, honey. Sham ka bërë, më ka marrë dhe ushqim. Unë nuk ju ftes për njerëz që kujdesin për mua. I love you. Oh, të dua shumë. Ai më tha këtë gjë. Sa po takuam. Ua, nuk del dosë në New York se të del Ilnisa golle. I ka dy Ilnisa, i ka ditë të cipi Ilnisa dhe këmbana dy Ilnisa. Ua, të mërshme. Ka vëndë një pjongo si Christmas. Po ju bashkova atmosferës. Bashkoju zemë, bashkoju. Je bërë shumë e bukur sot. E po se shpëtoj familja shqiptare. Sot modele e janë një pak, shumë pak si është bëshur sot modelja, apo pak të që të tregojmë komplet detajet. Pra, edhe ndërkohë, ma shpjego pak fundin si e ke veshur? Ka veshur një fund edhe ka fustanin poshtë. Kështu sot ka preferuar që të stilohet për kopësht. Ndërkohë, kur të ketë ballo, nuk e dim se çfarë do të vesh. Po kur kesh ditëlindjen mama që do veshësh ti? Ha? Kështu e mirë. Ndërkohë mama shipe pak ka dalë një pijama. Kështu që ne jemi njëra më e çuditshme se tjetra. Hajde ma dorë. Qa bukur je, mami, bëj një zemë? Të gjithë kemi një ëndër. Nëse një ditë do të realizohet e imja, është që të punoj këtu. Çfarë po bën? Duke marrë nga objekte dhe skills. 2 çakmat dhe përdora mënyrën time genial. Ngjitjen e çakmatëve dhe po funksionon. Do të thonë do funksionon se s'bën. Mirë shif që në shtash. Shu e kam këto të futbollit. Tani, Oti, i preferuar, shtypet kjo, dhe këtu ka ca mini rollsa të vegjël që të aplikohet serumi syve. Oti vazhdon të jetë një supermark, është do koreano japoneze, po ke parasysh këtu mrapa, së dalloj dot. Shifini këto, janë 3 rollsa të vegjël që aplikohet serumi syve dhe nuk kam pa masazh më të mirë për të përcis gjithë produkti. Ja. Me që ishim tek e djela që është dita e maskave, unë vdes për të djelen, do bëj gjithë të trajtimin tani, më pas do bëj një pastaj do i tregoj më pastaj, do me thënë, tani sa të mbaroj me rutinën e fytyrës. Ky është një serum nga Oti që ka një aromë të mrekullueshme dhe efekt të jashtëzakonshëm. Do i tregoj pastaj një kek që e bëra pak më përpara. Ta sistemoj çikat videon edhe do ta postoj. Që ke vikula? Kjo është Viki, bëri dush miq. Faleminderit. Ditë dje lahen a ne. A Vik? Dita dushit sot. Guys, jam me Alexia. Alexia që do vitë në mbrëma ju e kur Alexia? Kismet. Por që do vi? Inshallah. Inshallah. Dhe do na tregoj gjithë rrugtimin e saj dhe pse vendosi që të jetë besimtare, muslimane 100%? Normalisht 100%. Vetëm 100%. S'ka përgjysëm, besimi nuk ka përgjysëm. Perfekt nuk jemi, po përpiqemi.
Okej. Presim Aleksja. Goca, unë jam bërë gati për të dalur. Do bëj share me ju dy super produkte e Dill dhe Palma. Janë dy produkte që mua personalisht më pëlqejnë shumë. Unë e kam bërë pak bazën e make-upit, gjithmonë shumë naturale. Ju këshilloj edhe ju. Është lapsi për 12 për të bërë vetullat. Ndonjëherë ngatron se në qërpikët. Për këtë radhë nuk u ngatrova dhe ka një ngjyrë shumë bukur, perfekt për blondet, ka shumë kështu soft. Një produkt tjetër që unë e marr gjithmonë me vete, që është super dhe si i bën qërpikët ky maskara, nuk i bën asnjë maskara tjetër. Akte furçën ngarkon, i bën qërpikët si një flutur e vërtet dhe boj këtë lëvizjen. Ky është rezultati, por nuk kemi mbaruar sepse është momenti i buzëve. Buzët kam një laps Anais, një laps shumë i lirë, por shumë i mirë dhe ja pak definicione. Dhe ky është rezultati, jo përfundimtar, por fundimtar. Ky është rezultati jo i përfundimtar, oh my god, së se diqë. Vabbè, e keni kuptuar. Po nga buzëkuqët, lip gloss, kemi 3 solucion, por me qenë që minë e kam prënguar, më pëlqen shumë, e përdor shpesh, Diorin gjithashtu, do përdor këtë produktin ngjyrë roz, që ka pak cica. Aromë shumë të mirë, dhe je pak shkëlqim. Unë jam gati, përdojmë që i bajtë flokët dhe do shkojmë për jashtë për drekë. Ja edhe fit check. Isha duke menduar atë vëj takat e zeza, për më në fund i vura këto sepse ende nuk më shëruar krejt brini. Oh, wait. We need to talk about my beautiful pin. Thank you very much. Kemi takimet me konzulatat në Miami dhe ja, si po ju dukem? Pak taket buget krejt. Very proud of this little guy right here. Thank you very much. Sonte po përgatitem për një event me një fustan që thjesht të lë pa fjalë. Ja tek është fustani, besoj e mbani mend nga story kaluar. Më pëlqen vërtet shumë si look. Jam i tort, e cila nuk më laq ta përfundoja videon. Faleminderit shumë për lulet. Ju dua të gjithëve që më ndihni, nuk e prisja. Na keni zbukuruar mbrëmjen, uroj që sot të jetë gjithçka shkëlqyeshëm. Kjo është gjendja në Kan tani. Weatheri na gënjeu. Kujtova se do ishte shumë ftohtë, por jo. Njerëzit bëjnë akoma plazh. Ja dhe ju likanës. Juhu! Shkoni se duke, më kanë sjellë. Jeni të letë lushme. Rosa nuk di si t'ju falenderoj për gjithave. Edhe fësojnë në një peqet. Loni falenderit shumë për të mrekulli. Baba dhe Bela Manqit. Natyrisht, me mira për me funit, në gjuhën Shqipe për tona nonat, modrat, tezet, hallat, malësoret. Nesër fillon muaji i tetorit, muaji i zarit për mbrojtjen ndaj kancerit gjirit. Jamen tus, jamen malsi, nesër kom një lajmërim për tona ju, kështu që kyçnu në Instagram dhe ju përshëndes. Ciao! Hello, unë sa po jam nisur, do shkoj të bëj një skin test. Mund të kem pa frikë një 5 vite që nuk bëj një skin test dhe nuk e kam idenë se çfarë ka ndryshuar lëkurën time, edhe duke qenë që këtë periudhë në fundit daljet në ekran janë bërë të shpeshta, make-upi profesional është bërë i shpesh, dua që të filloj të kujdesem një çik për lëkurën, se nuk e kemi shumë të rrezi. Që po shkoj të marr një informacion të përgjithshëm se çfarë ka nevojë lëkura ime. Do të shohim procesin bashk, do t'ja tregoj dhe juve. Dhe kush ka nevojë mund të shkoni të bëni këtë gjë. Shihni pas pak.
erdhi dimri dhe bashkë me dimrin erdhi koha të përdor tenxherën time të re të gizës që peshon po kaq sa unë, po që do ma qaj me sigurt roston që do bëj sot mirë. Jep dimrin, kërcet mishin. Rosto me selino, me timo, rota, qep, hudra, do ja tregoj. Shikoni pak qa bukuria. Shikoni pak, në furë tash. Nga dalë, 2 orë, 3 orë. Ja. Tani e futa në furë. Do ta bëm, sa do ta bëm. Shënë, edhe jetë. Jep. Dalim, marru një punë. Mirë se erdhe o ju. Mirë se të gjitha. Kemi dalë në Borë, në Prishtinë, në të rruga. Të lëshaj që më mati. Po bje shumë Borë. Margat, kujdes të mos të fahen duart ftotit, Margat. Wow, amazing. Mama. Që ka mama? Kuna dhe të do të marrë një kështu edhe do të gjoj ti. Ka pëlqen? Shumë. Më është plot me borë kjo. Plot. Fantastika, ha? Të bashkë. Po, që më ka bën gjamin me avullë? Hey guys, mirë mëngjes. Sa po dërgova fëmijët në shkollë dhe apa Instagramin e pash që keni shpërndar aq shumë trailerin e programit sonte dhe më bëhet aq shumë qefi që një program i thjesht do shërbej për sensibilizuar të gjitha gratë e vajzat që të bëjnë vazhdimisht kontrolle në lidhje me kancerin e gjirit në kuadrin e territorit të Ros. Jam shumë e gëzuar që Mira, Luna dhe Benjada kanë darë historitë e tyre me mua. Jam shumë e gëzuar. Kush është? Kaj, dhe ilë më baba. Puqes, Ata hopi në baba. Ata hopi në baba. Kaj, dhe ilë Ata hopi baba ty. Alo, ata hopi baba ty ilë. Po baba, se se mbylli deri në ato? Po ne ka qoj në gëshia, sa të banoj e një si pashkake në mërë. Sa i dhe. E po në ka frama, po për zënje hapsire të publiku. Wow! Të 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 shkën 4 më dita më bërë me një. Ja baba, dhe banoja e baba. Së të më bërë për grupe të t'i zënë. Wow, shoqja Lunes! Kush është me dhimë? Frozen? A, ma e përdoret baba, hajde me e përdoret. Është Frozen? Me e përdoret baba, e fuzin të shia, hajde, ka përdoret baba, ka përdoret. Puqe, ka përdoret baba, ka përdoret shumë baba, ka përdoret shumë. Ika baba. Qyqa, se film horror dhe izë në atakse. Ika baba. Mua. Baba, e i seriozi ti baba me puqe më mua. Elsa do flejmë balkon. Aha, sa e mi. Do flejmë balkon, Luis, ta dish. Una Elsa. Una vëllojshë. Po përpiqem të krijoj një outfit. Gjithçka ndodh për të kombinuar këtë çantë të cilën nuk e kam vendosur pothuajse asnjëherë. Tani doja të vija këtë shallin tonë të belin. Që dhe modën, po kemi një problemi që ky shalli është tepër i vogël. Shkon, por është i vogël. Që t'i bëjmë? Në për lidha
Tani është kohë të merrem me flokët. E mos haro, çdo gjë në jetë ndodh për ty, nuk ndodh tek ty. Dhe gjërat që unë them, e të shmendura unë, nuk janë fragmente librash, janë përjetime të mijat, edhe nëse ti do tani që unë të filloj të flas për hallet e mia, nuk ma merr mendja se do të bëj mirë. Ndoshta do vi një moment që do i flasim edhe këto. Dhe të kuptoni që Instagrami, rrjetet sociale, më në fund të kuptoni që janë një mashtrim vizual. Jo se njerëzit duan të mashtrojnë, po njerëzit nuk më tregojnë problemet e tyre. Se nëse do ishte Instagrami një vend ku njerëzit do tregonin problemet e tyre, atëherë nuk do funksiononte, sepse keni bëll hallet tuaja, edhe do futeshit të shihni dhe hallet e të tjerëve, dhe do mbusheshit akoma dhe më shumë me negativitet. Por të paktën kuptojeni që pas gjithë kësaj, edhe unë, edhe ai, edhe ajo kanë një jetë. Guys, ka ardhur momenti të ndrojmë extensions. Po gati 5 muaj që kam vendosur këtu fije, që në fakt është një kohë shumë e gjatë për extensions. Ja dhe flokët e mia mas heqjes, mund ta shohësh që janë pa dëmtuar. Lajm flokët për të hequr keratinin e ngelur. Erta prapë të nesërmen për të rivën flokët. Extensions që kam marrë janë 100% flokë natyrale, që nuk është nevojë me blep flokë të reja. Gjatë darkës janë rivën prapë me keratin ato që hoqëm dhe sot do i rivendosim. Kjo është opsioni më i mirë se nuk është e nevojshme të blesh për herë flokë të reja. Por gjithashtu pa bë kompromis në cilësitetin e flokut. Ja dhe rezultati final, mbasi janë prerë pak dhe janë stiluar. Flokët kanë marrë një rifreskim perfekte. Ky është në life që unë kam në shtëpi, jam shumë e kënaqur, por sot kam ardhur për t'i bërë teas një peshqish, me që po rregullon shtëpinë e re. Dhe kam zgjedhur Nutrilite-in, këtë Nutrilite, por ka dhe gotën. Me këtë gotën bëhet smoothie. Çfarë bëhet? Bëhen edhe supat me zerzavate. Të gjitha gjërat bëhen me këtë. Tani, mëngjesi. Shegat e mëngjesit. Për tonë nërgjimtar që e di se jeta është patën me dasht me ke këtu me mua. Të shkojmë edhe të tjetra. Në posë, jo, kjo së është gati. Nuk jam në ndirë një të aman se cilat janë pjek. Bela kjo. Të shofim. Tara! Hajtë si gjeta shega, për që kam gjetë. Rrush Ameriket. Prit tash më kalzon dhe ditë ka tjetër. Që i vetë deki pas këty ne. Na u thomë molla japane. Zi si i thoni jo, por këto janë, wow. A di që kanë këto? Shifa. Tonja ka njësë zojt me i hangër. Ama baba e ko këto dyja full, edhe një tjetër atej. Këtë se pas ka prek zogu. Hajde. Shifre. Këto janë molla japanet për njerës, unë nuk di na u thojmë këtu një bobe. A dini ju çka janë këto? Këto në përgjithësi janë gjelbërta, e latër në fazën e pjekjes bëhen, qapula. Çka gjet? Bëhen një kështu si të verdha, edhe kur pjeken krejt, bëhen brown. Tash, e ka një thalbë mren, që është gati sallë kokra. Por janë diçka, matë amel, nuk mund e spjegoj. E që sa ndruja e male? është gjajnorme. E më interesën me ditë si thirrni ju këto. Këto janë bobet e na. Të ndryshe, jem të shkua me vjellë kimqa. Te kushit. Në katën. Këtash, këto janë kimqat. E dini ju që kanë kimqat? Shef. Gjell. Qa gjelli? Po mirë, ke pa njësët e natë e heret, unë zdi që ka dënë tashmet këtu e më prapë.
Ta gjelat ton ditën këtojnë, a u këtojnë juve gjelat ton ditën. Papa! Ju përshëndesim unë e ekipi. Artan Qërti, fotografi i famshëm. Në pa vriti, Hajdeni byrem, se ka herë se më keni pa. Këshyre. Ti ka morë ma. Hajde. Po ka po ik tash. Hajde. Pull. Qyre. Ekipa. Hajde. Breakfast for champions. Look at this. Hajdutja katunit. Ka vjell i rrem me bobe. Do kimqa. Si kalzoni kuj. Më dërguar me mira mesazhe për një askush që kishte broçkullitur gjërat nga më të neveritshmet për parashevisimakun. Dhe më thënë, ki je në punën tënde, je angazhuar, dhe shikon edhe dëgjon shmëndurira, shpifje, llafe, që nuk janë të vërteta, patjetër, sepse më kanë shkruar shumë njerëz, shumë djegës, edhe më vjen shumë keq që më duhet të flas për këtë gjë, ndërkohë që mund të flisnim për gjërat e tjera, për se si mund të rikthehet parashevia, të ketë një jetë më të mirë, si të rregullohet jeta e saj, etj, ndërkohë që duhet të merremi me këto llafazanët e Shqipërisë. Më vjen shumë keq që duhet të flas për këtë, po duhet të reagoj për arsyen e vetme sepse kam marrë shumë mesazhe me mira, të cilët janë të indinjuar. Tani për një person që do parashevisimakun si nënën e vet, është shumë e vështirë që ta përmbaj veten dhe të mos i rikthehet askushit në fjalë, ose askushve, apo personave që janë askushër dhe që përpiqen t'i veshin vetes një profesion. Më vjen shumë keq, por nuk do t'u jap të kënaqësi, nuk do të reagoj duke i ofenduar dhe duke i përmendur me emra, dhe nuk dua t'u bëj as reklam. E kam menduar gjatë dhe kam vendosur që çështjen e rastit në fjalë të një shpifësie bisede, një marrëzie, një mashtrimi, një përbaltje kundër parashevisimakut, ikonës së muzikës shqiptare dhe legjendës së shqiptarëve, më vjen keq, por nuk do t'u jap të kënaqësi. Nuk do t'u jap të kënaqësi, po do t'ju tregoj më vonë se çfarë do bëj. Si e thash edhe më parë, nuk do të merrem publikisht me këta abuzuese dhe me këta askushër, por do ta çoj çështjen në gjykat. Më kanë informuar avokatët e mi që në Shqipëri rastet e shpifjeve dhe përbaltjeve ndiqen në gjykat. Më duket se ka dhe një ligj të ri që është edhe më i rrept kundër përbaltjeve dhe shpifjeve. Dhe në rastin e parashevisimakut, kjo është edhe më e rëndë sepse ajo është edhe në një gjendje të caktuar emocionale, të cilat unë do t'i faktoj në gjykat në Shqipëri. Për fat të mirë të këtij rasti unë do të jem në Tiranë pas javës së modës në Paris ku ndodhem dhe besoj se do të ndjek këtë çështje deri në fund. Pra, të gjithë dashamirësit dhe fansat e parashevisimakut i siguroj që unë do ta çoj çështjen në gjykat. Aty ku e meriton të shkojë ky person. Por le të diskutojmë pak fenomenin e ri në botën e spektaklit edhe të artit shqiptar, ku njerëzit përpiqen të tërheqin vëmendje dhe për këtë vëmendje janë në gjendje të bëjnë çdo gjë, janë në gjendje
të ecin mbi trupa të vdekur, janë në gjendje të mos respektojnë ceremonit mortore, janë në gjendje të mos respektojnë asnjë standard njerëzor. Dhe këtë e bëjnë sepse janë askushër. Janë njerëz pa talent, janë njerëz që nuk i japin një gjë karrierës së tyre, apo janë persona që mund të quhet produktiv. Dhe prandaj e bëjnë këtë gjë. Unë nuk dua t'i ofendoj sepse mund të jetë një profesion i ri. Pra, mund të jetë një profesion i ri i të qenurit askushi. E kuptoj, tani social media kanë nxjerrë sipërfaqe çdo lloj karakteri dhe personazhi, por kjo nuk i bën ata profesionistë. Por dua t'i jap një këshill edhe këtyre personazheve të rinj të askushllëkut, që të kenë pak kujdes sepse ka dhe ligje, ka ligje. Ka rregulla shoqëria, ti nuk mund të dalësh edhe të gënjesh publikisht dhe për klikime të shpifësh. Sepse në rastin e parashëvis Simakut i kërkoi këtij askushi, është në qendër të vërtetoj këto. Mund të dali ky askushi ose kjo askushja dhe të thot me rast konkret, kë familje ka prishur parashëvis Simaku, cilët burra ka marrë parashëvis Simaku dhe cilat gra ka lënë të vetmuar dhe familje të ndara, na i thot publikisht, meqense i pas ka dëgjuar këto në Amerikë, se unë nuk i kam dëgjuar. Pa të dalë ti thot publikisht, pra, sepse nuk mund të dalësh dhe të gënjesh. Edhe sikur ti kanë thënë, ti duhet i vërtetosh para se ti thuash këto gjëra. Apo ja. Dhe nuk janë të vërteta, siç po thosha edhe më parë. Parashëvis Simaku ishte ndar skenës për arsye të tjera më madhore. Për ato që unë nuk mund t'i flas, sepse nuk jam një askush që për klikime tani të shpërndaj lajme të cilat do të bënin sensacion. Ajo nuk është larguar nga skena sepse i pas ka marrë burrin dikujt në Amerikë që është askushi gjithashtu, pas ka marrë një askush të një askusheje. Më kuptoni shmenduri si mund një media të ftoj dikë të tillë në kohën e vet televizive dhe t'i jap zë. Këtë nuk kuptoj. Më vjen shumë keq. Këto janë mashtrime, janë gjëra që askush në botë nuk mund t'i vërtetoj dhe si rrjedhim as nuk duhet t'i thot. Sepse përballesh me ligjin. Është rënd, është çmenduri. Nuk di, nuk kam fjalë. Dhe po rritet një brez i ri, i çuditshëm. Ç'lidhje ka askushi me parashëvis Simakun njëherë? Se janë dy breza krejt të ndryshme, të larta, se për talent nuk po flasim se s'ka fare krahasim këtu, më thënë, dhe nuk dua t'jem as cinik, se më vjen dhe keq, më vjen keq për këta askush, më vjen vërtet shumë keq që se nuk e di, në Zot ka besim ky askush që s'është gjyna. Nuk e di, është mëkat. Të flasësh për dikë në gjendjen e parashëvis Simakut me këtë i fjalor, më vjen shumë keq. Jam shumë i prekur. Sepse ka 1001 halle parashëvis Simaku. Të dëgjoj dhe këtë. Nuk e di domethënë. Nuk di. Për ndjekësit, është totalisht një mashtrim. Unë jam i bindur, i kam parë argimet. Të lutem mos e shani këtë askushen. Lëreni në botën e saj, se gjyna, do me thënë, unë mendoj që duhet kemi besim të Zotit dhe ti falim këta. Kur vjen puna te kana, e di që jeni, nuk kam fjalë, e di që jeni shumë të mërzitur, se inboxi po më qahet nga mesazhet, mos e vrisni mendjen, ju premtoj që do ta ndjek unë në gjykat, në mënyrën më civile, në mënyrën më njerëzore, dhe të respektohet ligji shqiptar për shpifjet dhe për denigrimin e figurës së dikujt, aq më tepër në situatën në të cilën ndodhet parashëvis Simaku, e cila nuk mund të mbrojë veten. Pra, në këtë rast t'i japim një mësim kësaj vajze të re që të mësohet të flasë herë tjetër me kujdes. Se sa unë blodha në shtëpi se na erdhi një si vilani kështu, prandaj po ju rikthehem përgjigjeve, sa të mund të kap se disa kohë ka ngel. Tashi, përderisa se fal dot, mos e fal. Okej? Mos u lodh kot. Po mund me fale, po tisha unë se kisha fal. Hello.
Zakonisht kur dala narkoza, ose në fakt ky është operimi 4 që më bëj. Jam shumë në qevë dhe kam shumë gjëra për të thënë. Po, kësaj radhe që kam shumë e plogësht. Dje dola nga operimi mirë, kisha energji, jam çon këmbë, sot kam shumë dije. Nuk është ndërhyrje estetike, është ndërhyrje shëndetësore, ja diçka për të shqetësuar. Thjesht ndonjëherë kur gjendesh në kështu situatë është dhe ke dhimbje, kupton se sa pa vlerë është çdo gjë tjetër përveç shëndetit tënd. Që kështu një reminder për ty, kujdesu për veten se shëndeti është gjëja më e rëndësishme. Me që po i fshin lotët? Me qëfar tjetër? Si që nga do sëra. Po i fshin? Po me gjithë të trëndafili pra. Dhe me perla, po si ka me vetë. Sa monologje ke sot? Kasni. Po mi hoqi e gëllë. Ka i dhe nga gjatë faqe, do të takë të nga figuranë. Sot do mundohem t'ju tregoj ditën time me që më keni kërkuar kaq shumë, edhe unë u emocionova që juve ju intereson kaq shumë çfarë budallaqesh bëj unë gjithë ditën, do mundohem t'ua tregoj sot. Tani jam balkon, për shembull, ja balkoni, ja vetvekja, kafja, si qa kemi këtu. Moj, shek lezhjane, moj, si e në detit. Shek, në vdes për shek është fruti një preferu. Tu kemi limona, që t'jetojnë sa më gjatë. Kokore, kok, jenë atë menshëm. Tani po i bëjmë gjesin djali, sepse Viki ishte pak si paqet dhe pa më të arsyeshme mos të shkoj në shkollë sot. Edhe do haj quni, gushpome, mëgjesin. Gjesin sot dhe mund kisha fjetur sa i e bën dhe vetë mëgjesin, po kur mësosh me një orar. Jemi të kë momenti që duhet ta shtypër shumë fort pastën e dhëmbe që të nxjerrin në i pikë. Pse ta hedhin, ta falë një kaq, jo më të në fund. Në është dhe... Ja. Kjede më dhe i qik. Ja. Një kasra pikon. U vesha. Bëra rutinën skin caring, tani me sepse më bëhen kështu veshët si në avion, se më vesh. Tani do bëj një makjazh të lehtë, majtë sa mundemi domethënë, dhe bëj këtu në tualet sepse në dhomë ka ardhur Viki dhe ja ka futur gjumit. Edhe mos sa bezdis, mos janë ndes dritën. Bëj një makjazh të lehtë fytyrës. Ja ku jam, si sa e mirë jam. Po presë shumë tani, të qëllë të shkolla. Dhe... shumë. Më këtu që kur ka qenë djali vogël, i kanë pasën, kur vura unë ato syzët, që kanë syzët nga largë, i kanë pasën shokët e futbolin, që njërë ka jotër si Mia Khalifa. Djali mërësit shumë, dërsa mua më bë qefi. Aty e kuptova që jam shumë e rejtë që që një njerëk. Por e flokët se që ka në flokët e mija, më kanë shkujtje shumë e bukur, po flokët si ke mija. Po unë djehu krefa me, pasë unë s'do kem çdo gjë perfekte, unë këtu e kam gjithë poezin, që s'mi intereson si kam flokët. Jo që më pëlqejnë njeri, kam shumë bukur. Ja. Ne bëm ca punë tjera, unë dhe Klodi. Për tallë. S'punë kokë, si jena njerëz bosha një. Edhe, po arrova t'ju tregoja se që po bëja tash në video. Edhe tani po ikim tek Ormeon. Shohim njerëz situatën në Ormeon.
sonte ka verë dhe gështenja, gështenja të pjekura në prush. Kështu erdha pak në shtëpi të ri me fëmijën. O zot, vdiqja më bllokohet veshi, se çfarë problemi kam, nuk e di. Të ndroj dhe këtë këmishën se përveç se shisi u bërë si kafshë ndyrë, sikur duhet ndruar, e kupton se ka lërë gjithë dita. Kështu. Sa bukur me Viki. Kjo Halloween i Viki është shumë fest idiote. Se kam qef fare.
Po presim anën, a? Po pranë, po vënoj, po na e vënon kryoni. O zot, vetëm ajo mund të vënohet tek ty, as kush prej nesh. Hajde, pra, hajde. Hajde, jo. O jone. Bir nonave. Hello. Sorry. Erdi. Zonja dhe zotrinj. Vjet një rritin. Sigurim. Fifi. Me Jonidën edhe me Lejnë. Hey. Pak një të këndoj? Ma për një. Zemarova. Me të gjë zemra. Pasteje. Jo ka zemra. Utërbova. Pasteje. Skandal. Ikim. Me të gjë, e fusim të me dhe dojnë, autotune. Kur jo kemi rregullu, sa këto juve jam rregulloj.